përfshijnë që kanë pas të njëjtit me vot besimin mes me fitu kryetari. Dhe ka fitu Burr çfarë bëj? Shpjegom në mund nëse dikush e ka fitu besimin, çfarë bëj? Kur ka fitu Isa Mustafa s'kem pas çfarë bëj, ka pa jek sa Fatme Sedin, çfarë bëj? Veç këta po thonë, po e ti e ke fitu veç që ke hupa të zgjedhjet. Po na po thojmë dhe që e ka hup sepse si ka fitu kërkush, edhe ata tjerë tonin në hup, LDK si ka punë mirë, prej kush? Pe kuvendit 6 janë gati njerëz që kanë pasur çdo probleme. Pe kuvendit 6 atë kuvendit karrikave, që kur i këm pas thonë, mëne për burra, pe vdekjet president ndërkoha, janë gati probleme të njëjta. Edhe në vitin 2019, kur është bërë largimi Vjosa Osmani nga kryesia, është bërë me këshill përgjithshëm. Këshilli përgjithshëm ka votu për me largu nga kryesia e LDK-s Vjosa Osmanin me mojle online. Pra kjo është situata me Vjosa Osmanin, se ka pas interpretime të ndryshme që ajo e ka lënë LDK-n. Jo, s'është e vërtetë. Është bo largimi nga kryesia, jo nga antarësia, se me përjashtu për partijës, se kanë përjashtu, pa ka kryesia LDK-s është largu me këshill përgjithshëm. E di sa këtë punë, sepse është votu online, atër ka qenë pandemi, largimi e Vjosa Osmani nga kryesia LDK-s. Dhe largimi saj e një farforme e shkallmoj LDK-n, dhe shkurja saj në LV, LDK-n e qiti për toke. Për pas që e shkatroj Isa Mustafën, e shkatroj edhe LDK-n, më thonë. Këtë kjo lëvizje që po ndodhin LDK,